Përshëndetje me që dhasha. Sot du me debatu vetëm me juve edhe me opozitën. As ka vedi, as ka kur që sot veç na po flasëm. Masi që dhanë lajmet që Mitrovic PDK-ja, dikush po na tonë dim që është PDK-ja. E pas ka djeg një bulldozer Mitrovic. Kjo është turpi i botës miq. Ky është mendimi im, nashta kam gabim, po ky është mendimi im, ky është turpi i botës. Sepse me shku me djeg bulldozer një kompanie që punon për shtetin, që e njeh krimin, i rrezon ndërtimet pa leje, që në konë uzurpuse tokave të shtetit. Tash me qu PDK-ja, me dërgu dikon, me adjek atë bagerin, bulldozerin, që është dushtuj. Kjo no comment që thë në anglisht, s'ka comment. Mu hala nuk më besohet që to sene mune me ndodhë në Kosovë. Me më thonë dikush në Serbi, Bulgari, në Rumuni, hajde edhe ndodhin. Por në Kosovë, vitin 2026, mu akmer një parti ndaj qeverisë, vetëm se ka fitu ajo edhe ja ka nisë me lërzu Mitrovicën, nuk kam fjalë. Unë nuk e di ku e marrë në atë guxim, Allah. Me çfarë guximi, me çfarë ligji, me çfarë leje. I bojnë të sana. Është tjetra me që kur njeri nuk i tutet ligjit, kur njeri e ka shtetin në dorë, në grusht, fjallu pollore, që thonë, normal që bën çfarë don. Qa e marrë mene me paskon dikush, me paskon në Evropë. A që shkuzu me bo një parti që shtët, që automatikisht dihet që është PDK-ja. Dorë ka PDK-ja këtë punë. A ke shkuzu në Gjermani, në Austri, në Zvicër, në Norvegji, kudo. Nuk e besoj miq. Liqës kishë guzu. Po edhe ndërgjegja nuk e lemre, edhe ndërgjegja njeriut nuk e len. Nuk ka logjik së marrok truni, piprish ndërtimet pa leje, hajtë unë shkoj t'ja kalli bulldozerin. Këtu po tregon PDK-ja, që gjithmonë akon me krimin. Gjithmonë ka vjedh. Gjithmonë ka bashkëpunu me krimin. Por që ta nuk ka ndash, kanë boq mos për me up pesin me Mitrovic. Se kanë shumë biznis e kanë. Shumë shtëpia pa leje kanë bo, shumë lokale pa leje kanë bo, shumë ndërtesa pa leje kanë bo. Kini mu binde edhe ju vetë miq. Kur t'ju hin, vop që shuka hi, me bismillah. Po se ndi që krimin nuk je shtet, nuk do kërkush. Unë ma shumë që dinda me poplin tonë miq, që i dua shumë. Cilën të pyesë në Kosovë, ka qef me konë Kosova si kur Gjermania, Austria, Zvicra pa marrë parasysh. Nëse nuk ka kështu, unë korrigjani, më shkruani në komente, thu jo nuk ka kështu. Por une, sa bisedoj me qytetarët Kosovës, pa marrë parasysh ku në Voshtrim, Mitrovic, Prishtinë, Pejqa, kudo që është, në diasporë, na kem qef me pa Kosovën, Gjermani, Norvegji, Finland, Zvicër,
po bre në rregull, unë pajtona me juve, plotësisht. Por me bo shtetin Kosovën, me bo shtet Gjermon, me bo Zvistran, Norvegjez, Finlandez, Suedez, Amerikë, do me funksionu ligji. Prit pak. Tash, kur vje puna të ligjin së të kërkosh, pse nuk e dojnë? Sepse ligji ka gjoba, ligji ka burg, ligji ka rregulla. E për fat keq, populli jo nuk mësu kështot. Amo, orë koha që do të më mësu. Sepse një shtet pa ligj nuk o shtet. A i shtet është, po që shtojmë fjallë popullore shtet të lava. Kush ku të mundet, kush ka të mundet. Kush e maj forti, i uzurpon krejt, edhe të lërë me gisht të ngoj. Kur ka ligj, kur ka rregull, a keni po, kur shkojsh dikun në komunë të dikun që ka kalablak, të merë numrin, e pret ranin. Po kësi vene shumë pak ka në Kosovë. Veç shtyën, shtyën, pse? S'ka ran. Numri e bje ranin. Edhe s'ki nevoj më mërzit për kërkoniq. Pse? E ki me numër, del numri aty, shko ku dush, të e ki numër, vjen numër, shkon. Apo jem u shty, Ky është ligji, miq të dashur. Thash, ma herët, po thëmë prapë, këtë popull i Kosovës ka që me konë, me pos rregull si në Gjermani. Por rregullat nuk i dojnë. E ashtu s'ka vëllohe. Qysh me thonë sikur një fjallë, po hanë mish, po do me hongër mish, po s'ki mish. Do të me ble mishin, me përgjit, me skuq, më falë që jena mësu sërbesht, të japë me skuq, edhe me hongër. Por ndryshe nuk ka asnjë. Edhe që durëm pak pe temes, po do të se po të lidhëm me këto, ta më po të lidhët me punë e ligjit. Kështu që miq të dashur, me të vërtet u befasova. Po shtatë të rrua me bo këtë vetë, me diskutu me juve. Sepse nuk është në rregull. Unë nuk e di çka dojnë na mi thonë në Evropës. Se Evropa e këto sana krejt, e publike. Thotë, PDK-ja mafia, e po ta kallë Boldozheren, runa zëmë qamerën. Kjo po të kallëzon që PDK-ja o konë gjithë nona e krimit. U mje keq që për thëmë, po e din këtë bota, nuk o diqka risi. E din këtë bota. Nuk mundën me jetu pa vjedhje. Nuk mundën. Pa bashkëpunim. Nuk mundën. E tash, është tjetra, që gjithë të sene për i bojnë, me pengu Albin Kurtin, mos me votu ato, mos me votu, vetëm i mbrojt ato që i kanë bo dhe i shtash. Se tash s'ka shans me vëmo. Tash arë baba, tap. E i ka marrë këshon të mëdhaja, problemi që më thuj ato. Rap. Edhe, po, për mi mbrojt ato, i bojnë të, ama nuk ka më shku gatë. Të na, Kosovë, është një fjallë e urtë shumë e mirë. Nuk shkon gjithmonë ku nglimi ujë. Mbytje dikon. Kështu që, miq të dashur, respekt, populli i dashur, ju dua fort, respektoni ligjin, dujeni ligjin, punoni për ligjin, mos shkoni mas oligarkëve, mas milionera, mos u mashtroni për pare, sepse nuk i çojnë kërkon. Nëse mashtroni kështu, keni me shku drejt sikur ai kungulli. Edhe më myt. E përshëndes, mirë pafshim vizit tjera.